Me një vendim absurde duke fshehur provat, gjyqtari i Durrësit, 70 vjeçari Recep Bekteshi, ka nxjerrë të pafajshëm trafikantin Trifon Murataj, megjithëse në vitet 2021-2024, në 4 raste janë kapur rreth 2 ton kokainë total, të fshehur në arka bananesh te kontejneret e kompanisë së tij, Bana King. Gjyqtari Recep Bekteshi, ose xhepi i rishfeteve, siç njihet prej 33 vitesh nga kolegët në gjykatën e Durrësit dhe nga ata që u çon halli te çekiçi i tij, më 23 qershor 2026, rrëzoi akuzat ndaj trafikantit Trifon Murataj te kompanisë së tij Bana King. Vendimin e mori në heshtje dhe tashmë ka marrë formën e prerë të pafajësisë së trafikantit Trifon Murataj, nga që çuditërisht vendimi nuk e ankimoi në apel as prokuroria e Durrësit, që kishte ngritur akuzën me prova. Ky hetim i përkiste rastit të dytë të 33.5 kg kokainë të kapur mbrëmjen e 3 nëntorit 2022 në kontejneret e kompanisë Bana King në portin e Durrësit, të faktuar me pamje skanimi e fotografi fizike të qeseve me kokainë në arkat e bananeve. Por gjyqtari dhe prokuroria e Durrësit dolën në përfundimin se kompania Bana King, pronari i saj Trifon Murataj dhe punonjësit e tij nuk ishin përfshirë në trafikimin e kokainës që ishte gjetur në kontejneret e bananeve. Sipas vendimit të gjyqtarit xhepi dhe dakordësisë së prokurorisë, kompania Bana King dhe pronari Trifon Murataj ishin viktimë të rrjeteve kriminale ndërkombëtare të trafikut të drogës, që përdorin qëllimisht dhe fshehurazi mjetet e kompanive të ndershme të importit të bananeve, siç është Bana King, për të kaluar kokainë nga Amerika Latine në Europë dhe Durrës. Skandali thellohet më tepër me faktin që në vendim thuhet se gjoja pronari i Bana King, Trifon Murataj, kishte njoftuar paraprakisht policinë për rrezikun e ekzistencës së kokainës në arkat me banane, kur vetë policia e çoi raportin në prokurori me fakte konkrete, madje edhe hetuesit e BKH-s, DEA-s e Europolit raportuan për trafikimin e kokainës që bënte dhe bën Trifon Murataj nëpërmjet kontejnerëve të kompanisë së tij, Bana King. Skandali tjetër është ky. Trifon Murataj ishte prezent në seancën gjyqësore si person i lirë, megjithëse prej afro 2 vitesh është në kërkim për një hetim tjetër trafikimi droge dhe shkelje të rregullave në punë, por siç kuptohet, edhe këto çështje janë pushuar në heshtje. Pra, gjyqtari 70 vjeçar Recep Bekteshi i hoqi njollat e trafikimit të kokainës kompanisë Bana King dhe pronari Trifon Murataj, provë që dëshmon se shteti nuk e prek, për arsye që i din shefat e policisë, prokurorisë, gjykatave dhe varësit që ata përdorin për të pushuar çështjet. Prej 5 vitesh qyshkur në kontejnerët e Bana King, shkapur ngarkesa e parë me 119 kg kokainë, SPAK i ka transferuar hetimet në prokurorinë e rretheve Durrës e Tiranë, kur është kompetencë e tij të hetojë krimin e organizuar në zbatim të detyrës për cilën është krijuar dhe në zbatim të ligjit antimafia. Por siç kuptohet, Trifon Murataj i Bana King qenë ka aq më i fuqishëm se shteti, sa sipas informacioneve nga policia, kontejneret e Bana King në Durrës prej 2 vitesh nuk skanohen dhe nuk kontrollohen fizikisht, as kur informojnë DEA dhe Europol dhe i raportojnë sikur janë të pastër.